Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme, mes debateve të forta të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike, kaloi me votat e Partisë Socialiste projekt ligjin për barazinë gjinore, që ishte pika e parë dhe më kryesorja e rendit të ditës. Projekt ligji votua me 8 vota të deputetëve të Partisë Socialiste në komision, 2 vota kundër të opozitës dhe 1 abstenim. Mëteja i kaloi nen për nen dhe në tërësi. Deputeti demokrat Ritan Shehu para votimit i bëri thirrje kryetarit të komisionit Igli Hasani dhe deputetëve socialist që të tërhiqen nga kjo nismë sa nuk është vonë, se ligji i ri shkatërron bazën e familjes tradicionale. Ai kërkoi që nëse mazhoranca këmbgulta miratoi, çështja të dërgohet në referendum. Nuk ka asnjë direktivë detyruese për Shqipërinë për andasim bëhe me këtë gjë, absolutisht jo. Ky nuk ka lidhje me ligjin për diskriminim. Ligji për kundër diskriminimit, unë kam qenë nga ata që kam miratuar, që kam punuar për ta ligj. Ai është një ligj i mirë. Është një ligj i mirë ai ligj. Ai është një ligj që bazohet pikërisht me konceptet e gjinisë biologjike. E kjo është thelbi i gjithçkaje. Atje ndahen gjërat pastaj. Mbi koncepte bazohet gjinia biologjike apo fluid. Kjo është çështja. Dhe këtu qëndrojmë. Këtu duhet qëndrojmë. Gjinia ka bazë vetëm biologjike, kromozomale. Gjinia ka bazë kromozomale. X apo Y. Kjo është gjinia. Kjo se doni t'jeni. Prandaj, unë ju them këtë gjë. Të riquni mbrapsht sa nuk është vonë. Se po futin vendin në një qorsokak. Po krijoni me gjithmend një problem të madh social në Shqipëri. Kur ai të thot, ajo burra ose ajo grua që e ndjej veten ndryshe, si ta bëni me dokumentacionin me gjendjen civile? E kuptoni çfarë amulli krijoni? E kuptoni çfarë amulli krijoni juve? Prandaj ju kërkoj këtë gjë, të riqeni mbrapsht sa nuk është vonë. Sepse megjithmend jemi përpara një atentati kundër jetës, shoqërisë njerëzore, vlerave të familjes, edukimit të fëmijëve, çdo gjë që ka të shenjtë. Kjo shoqëri dhe mos u çefni mbas direktivave apo diçka tjetër që në fakt nuk ekzistojnë, sepse shumica vende europiane nuk ka të gjëra, përkundazi. Ju e patë Slovakia është bëri pak ditë përpara. Prandaj, kështu që unë mendoj që megjithatë ju keni numrat, por ky ligj nëse do të miratohet do të kalojë në referendum. S'ka rrugë tjetër. Kjo çështje do të kalojë në referendum popullor.